Të dashur vëllezër dhe motra shqiptar, për mua sot është një ditë jashtëzakonisht shumë e lumtur pasi arritëm që në Muzeun e Vjenës t'i vendoset titulli që i takon heroit ton kombëtar Gjergj Kastriot Skënderbeut, pra titulli mbret i shqiptarëve. Dhe për mua personalisht është një kënaqësi që nuk di si ta shpreh, pasi u deshëm disa muaj dhe kontaktet vazhdueshme me Muzeun e Vjenës, të cilën i falenderoj jashtëzakonisht për gatishmërinë dhe që i kthyen titullin që i takon heroit ton që ja kishin hequr gabimisht. Gjithashtu falenderoj gazetarin Ermal Peçi, mikun tim, i cili më ndihmoi në këtë kauzë ku arritëm që të kthejmë titullin dhe nderin e heroit ton, ku gjithë bota që viziton miliona vizitor Muzeun e Vjenës ta dinë mirë që Gjergj Kastriot Skënderbeu ishte mbret i shqiptarëve. Ju falenderoj të gjithëve dhe ju përshëndes.